الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Sa i bukur është ky muaj. Ky muaj i cili na mëson se si ne të përkushtohemi më shumë ndaj adhurimit të Allahut xhaleshanhu. Na mëson se si të rrisim vlerat tona morale dhe pikërisht për këtë temë do të flasim në ditën e sotme. Pra vlerat morale në muajin e begatë të Ramazanit. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: O njerëz, kush prej jush e përmirëson moralin e tij në këtë muaj, do të ketë leje kalimi mbi sirat në ditën kur këmbët do të rrëshqasin. Le të nisim me vlerën e parë, ose vlera e parë morale në muajin e begatë të Ramazanit. Është ndërtimi i vullnetit dhe ushtrimi në durim. Çfarë na thot Allahu i madhëruar në lidhje me këtë? Bismillahirrahmanirrahim. Kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz, dhe ajo është e rëndë përveç të përullurit. Ajeti 45 i sures Bekara. Në tefsirin e këtij ajeti transmetohet nga Jafar as-Sadiq, pra Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, se ka thënë: nëse njeriu t'i zbret një fatkeqësi e rëndë, le ta agjëroj, sepse Allahu i lartësuar thot: kërkoni ndihmë me durim. Gjithashtu në një hadith qudsi ku thuhet se Allahu i madhëruar ka thënë: të gjitha veprat e birit të Ademit shumëfishohen nga 10 deri në 700 fish, përveç se durimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për të, sepse durimi është pjesa e agjërimit. Ai që agjeron duron, dhe ai që duron ka agjëruar njëkohësisht. Sepse po mos jetë muaj i begatë i Ramazanit, njëkohësisht ai njeri i cili duron ka përvetësuar te vetja e tij gjën më të mirë, pra duron në fatkeqësi, duron në gëzim, duron në çdo sfidë të jetës, dhe Allahu ja shufishon më shumë pra të mirat atij personi i cili ka këtë virtyt në veten e tij, pra duron nga të këqijat, duron dhe shfrenon epshin e tij dhe duron dhe shfrenon pra nervat ose ndjenjat e këqija. Pra, agjërimi në këtë mes nuk është vetëm në muajin e begatë të Ramazanit. Ky durim me agjërim do të vazhdojë edhe në muajt e tjerë në vazhdim, pra të shfrenojmë veten tonë nga të këqijat. Ramazani është shkolla e vullnetit. Ai e mëson njeriu të përmbahet nga halali, për hir të Allahut, e si rrjedhoj bëhet më i fortë për të përmbajtur nga harami. Njeriu e stërvit shpirtin e tij në këtë muaj me durim, me vetë kontroll dhe qëndrueshmëri përballë vështirësive e sprovave të ndryshme. Kjo ishte për sa i përkiste vlerës së parë. Vlera e dytë morale në muajin e begatë të Ramazanit është stolisja me virtyte të larta. Ramazani është muaji i pastrimit të shpirtit, i braktisjes së moralit të keq dhe i zbukurimit të moralit tonë me virtyte të larta. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: o njerëz, kush prej jush e përmirëson moralin e tij në këtë muaj, do të ketë leje kalimi mbi sirat në ditën kur këmbët do të rrëshqasin. Kjo do të thotë se agjërimi nuk është vetëm uri dhe etje, por është edukimi i gjuhës, i zemrës, i sjelljes sonë në shoqëri, dhe ky muaj i begatë dhe agjërimi në të na sjell virtytet që ne t'i stolisim të vetja jonë, si falja, mëshira, dashuria, butësia, ndihma ndaj të tjerëve dhe largimi nga përgojimi, zemërimi e padrejtësia. Vlera e tretë, e cila përfitohet në muajin e begatë të Ramazanit, është llogaritja e vetes. Një nga gjërat më të rëndësishme
me të cilat duhet të merret njeriu për të rritur vlerat morale të tij në muajin e begatë të Ramazanit, është marrja në pyetje e vetes së tij shumë herë para se të merret në pyetje nga Imam i Zot. Njeriu duhet ta marrë veten e tij në pyetje dhe të bëhet llogaritja e vazhdueshme e vetes për veprat që ai ka bërë, sepse vetë llogaritja ndihmon tek njeriu si më poshtë. E para, të shfaq dëshirën e njeriut për virtyt dhe kujdesin e tij për ta mbajtur veten në të vërtetën, duke u përkushtuar vazhdimisht ndaj saj. E dyta, të vëzhgojë rritjen e përsosjes në shpirtin e tij, duke e forcuar në shtimin e veprave të mira dhe në korrigjimin e mangësive që ka bërë, si dhe duke përballuar me veset e pranishme dhe duke u përpjekur t'i çrënjos të gjitha ato, ose të paktën t'i paksoj sipas mundësisë dhe fuqisë së tij. Pika e tretë, të mishëroj frikën dhe devotshmërinë ndaj Allahut. Pra të ketë frikë dhe devotshmërinë ndaj Allahut, si dhe frikën nga qëndrimi para Zotit të tij për llogari, në mënyrë që njeriu të jetë gjithmonë i përgatitur për vdekjen, i vetëdijshëm për rreziqet dhe pasojat e saj. Këtë përfiton njeriu në momentin që ai llogarit veten. Bëhet njeri më i virtytshëm, rrit më shumë përsosjen e tij shpirtërore dhe njeriu mishëron në veten e tij frikën dhe devotshmërinë ndaj Allahut dhe bëhet më i denj se pas kësaj bote ka një llogari dhe do dalë para Zotit të gjithësisë. Është transmetuar nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: llogaritni vetet tuaja para se të llogariteni, peshojeni atë para se të peshoheni dhe përgatituni për paraqitjen e madhe. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: sa e denj është për njeriu që të ketë një orë në të cilën asgjë nuk e angazhon, ku ai llogarit veten e tij dhe shikon çfarë ka fituar dhe për të dhe kundër saj gjatë natës dhe ditës së kësaj bote. Imam Aliu gjithashtu ka thënë: fryti i vetë llogaritjes është përmirësimi i shpirtit. Nëse njeriu do që shpirti i tij dhe zemra e tij të përmirësohet në muajin e Ramazanit dhe të jetë në rregull dhe në muajt e vazhdim, atëherë të marrë veten e tij në llogaritje. Ramazani është koha më e përshtatshme për këtë. Dhe para iftarit, para namazit, apo edhe në qetësinë e natës, njeriu të ulet dhe të thotë: a kam bërë unë veprat ato çfarë ka kërkuar Allahu xhaleshanuhu prej nesh? A jam unë i denj dhe a duhet të forcoj dhe më shumë besimin tim në Allahun xhaleshanuhu dhe çfarë duhet të bëj unë që të rris devotshmërinë, të rris butësinë, të rris kënaqësinë e Allahut ndaj meje? Dhe a meritoj unë që të gjithë këto mirësi që kam, pra të jetoj pa i falenderuar Allahun xhaleshanuhu dhe ai meritoj unë në momentin që nuk falenderoj Allahun? Pra njeriu të bëj disa pyetje vetes së tij që të kuptoj që pa Allahun xhaleshanuhu ai nuk mundet në këtë jetë dhe në këtë muaj kaq të begat ta marr veten në pyetje që të kuptoj se ku është dhe se si duhet të bëhet në të ardhmen. Vlera e katërt morale në muajin e Ramazanit që duhet ta përvetësojmë te vetja është shtimi i pranisë në xhami në muajin e Allahut. Xhamit janë ndër vendet më të shenjta, më të rëndësishme, të mbushura me atmosferë besimi dhe ringjallje shpirtërore, si ta themi, të cilat ndihmojnë në ngritjen shpirtërore të besimtarit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush shkon shpesh në xhami do të përfitoj njërën nga 8 gjëra. E para, një vëlla prej të cilit përfiton për hir të Allahut. E dyta, një dije të re. E treta, një ajet të qartë. E katërta, dëgjon një fjalë që e udhëzon atë. E pesta, një mëshirë të pritur. E gjashta, një fjalë që e largon nga dhimbja. E shtata, e lën një mëkat nga frika apo nga turpi i Allahut. Dhe e teta, ai njeri bëhet edhe më i devotshëm në rrugën e Allahut xhaleshanuhu.
Ramazani të nderuar dëgjues dhe shikues është muaj ku zemrat lidhen fort me xhamin, sepse namazi me xhamat, namazet nafile, ligjëratat, leximi i Kuranit dhe atmosfera e vëllazërisë na bëjnë ne të duam më shumë fen ton dhe të adhurojmë edhe më shumë me përkushtim Allahun e Plotfuqishëm. Ndër veprat e rëndësishme në muajin e Ramazanit është kërkimi i dijes, dhe njohjes dhe thellimit në fe, dhe pajisja me kulturë të saktë fetare. Kështu pra, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i ka thënë Kumejlit: "O Kumejl, nuk ka asnjë lëvizje që bën përveç se ke nevojë për dije në ta." Kjo do të thotë se çdo veprim që neve bëjmë të nderuar dëgjues dhe shikues, çdo adhurim, punë, marrëdhënie me njerëzit, kërkon njohuri të drejtë në mënyrë që të jetë i pranueshëm dhe i saktë, pra agjerimi jon. Ramazani është mundësia e artë që askush nuk duhet ta humbas, për të afruar me Kuranin, me Allahun, me fenë e Zotit të Gjithësisë dhe për të marrë pjesë në ligjërata dhe për të forcuar vetëdijen dhe për të përvetësuar sa më shumë vlerat të larta morale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin.